Në GKK ka qenë Artan Tafani, penduar i drejtësisë që ka zbardhur detaje nga tritoli vendosur në derën e biznesit të Noizit 4 vite më parë. Sipas tij, shkak ka qenë sherri me Kleviol Ahmetin, ndërsa ky i fundit kishte kërkuar ndihmën e Lajert Haxhiut, i akuzuar për një sër veprash të rënda prej Spakut. Ka ndodhur ato ditë një sherr, Erzon Kleviol Ahmetaj me Noizin, fillimisht në TikTok, pastaj fizikisht në Durrës. Klevioli me Lajertin njehen familjarisht, janë shok, nuk i erdhi mirë Lajerti që e rrahën Kleviolin në atë mënyrë. Po diskutonin, kërkonin Lajertin për t'i bërë diçka Noizit, për atë që bëri vendosën t'i vënë tretol. Nëna e Kleviolit dhe motra morën në telefon Lajertin, ata pyesin si e rrahën kështu. Lajerti u vu në siklet, qorni tha shkoni vini tritol, e kishim tritolin në shtëpi që e mbanim, 1 kile e pak, i bashkova unë, i ngjita me ngjitës, nga ora 2:30 unë nisëm, ishim me lulzim spahin e Lajertin, Lajerti tha nisuni. Ishte vetë Tafani që vuri eksplozivin, por shpjegon se ngatruan vendin, ndaj dhe ishte Lajert Haxhiu që konfirmoi se si duhet të vepronin. Morëm benzin në zi, i hoqëm tarkat dhe i vu makinës sime, sepse makina imi ishte në kërkim në atë kohë. Lulzim spahie, dinte ku të shkonim, më rëntoi, parkova te lokali një rrugicë më lart, lulzimi qëndroi në makinë. Lokali që ishte në katë e dytë i Noizit ishte i hapur, s'po gjeja dot shkallët, kthehem te makina, i them s'po gjesh dot shkallët. Lulzimi komunikon me Lajertin, i them ta vendoste lokali poshtë, te dyqani i rrobave mu te dera, dhe na tha ta vendosni aty. E ndeza fitilin dhe ika te makina, pasi ikëm disa metra dëgjuam shpërthimin, i shkruajtëm Lajertit që e vum dhe e shpërtheu, dhe u kthyem në shtëpi. Të mërkurën në seancë dëshmoi edhe babai i Noizit, i cili konfirmoi se konflikti kishte nisur fillimisht në rrjetet sociale.